Alianca Kosova e Re, e cila është në koalicion me LDK-n dhe Alternativen, dëshiron që të lidh koalicion me vetëvendosjen dhe kryeministër të jetë Albin Kurti. Kështu ka thënë sekretari i AKR-s Rahim Pacolli. Unë kisha pas dëshirë me formu qeverin me Albin Kurtin për arsye se do të me fol drejt që është lideri edhe o partia vetme që ka fitu mas shumëti vota në Kosovë dhe faktikisht është legjitim për mu. Edhe jam për një koalicion që i kom bi 61 apo 2 deputet shqiptar që t'jen tamon 4 vjetë ashëm të funksionon qeveria ashtu që çdohet. Jo e shantazhume prej palës serbe. Sipas Pacollit, me koalicionin PAN do të diskutonin vetëm nëse i jepet posti kryeministrit Begjet Pacollit. Nëse i ofruhet zotit Pacolli posti kryeministrit, do on me diskutu me koalicionin tonë edhe me partinë. Nuk e di nëse ofruhet, do të gjithmonë çdo gjë në politikë do të mu analizue, kjo me shiqu më vonë. Por ish deputeti nismes për Kosovën që është në koalicion me PDK-n dhe AAK-n, Zafir Berisha, thotë se deklarimet e krahut tjetër politik si vetëvendosje dhe koalicioni LDK-AKR Alternativa se do ta formojnë qeverin para Mosh Haradinaj kryeministër janë deklarimet e politikave ditore. Thotë se koalicioni PAN si fituesi i zgjedhjeve do të qeverisë me vend për 4 vitet e ardhshme. Politikës ditore nuk kem nevojë më u përgjigjen, thjesht edhe qytetari edhe vetë Albini e di se domethënë në koalicioni PAN dhe kandidati ynë e ka përgjegjësinë edhe nga votat e marrura, por edhe përgjegjësinë ligjore që ta bëjë qeverinë. Berisha i quan spekulime lajmet se nisma po e shikon mundësinë e prishjes së koalicionit me PDK-n dhe AAK-n. Ne nuk kem nevojë mundo nga askush, ne në momentin që kemi bërë marrëveshje, domethënë para zgjedhore, partnerët tonë e din objektivat e nismës në qeveri dhe po mendoj se nuk ka nevojë as me menue për diçka të tillë që ne të ndahemi për shkak të ndonjë ambicie të ngushtë. Përfaqësuesit e koalicionit PAN nuk e kanë përjashtuar mundësinë e bashkëpunimit me LDK-n për formimin e qeverisë së re, por nënkryetari i LDK-s Lutfi Aziri ka thënë se me PDK-n nuk do të ketë asnjë bashkëpunim dhe se nuk vjen në konsiderat mundësia për të formuar qeverinë me këtë parti. PDK nuk është treguar mirënjohëse për asnjë veprim, kurse ju kemi treguar që për ta do të flasim në publik çdo herë dhe ne vetë sa kemi filluar me fol në publik. Por pavarësisht këtyre deklarimeve të zyrtarëve të LDK-s, analisti politik Imer Mushkolaj beson se LDK-ja do t'i bashkohet sërish PDK-s. Nuk ju besoj këtyre premtime ose deklaratat të partive politike se nuk duhet bëjnë koalicion me PAN-in, paktën bazu në ato prova që ne kanë dhënë të kalumën, se pavarësisht deklarata para ka ato me gjithë të kanë bot, paktën sa i përket Lidhjes Demokratike të Kosovës, natyrisht se rezultati i zgjedhjeve të paktën i deri tashmi na tregon se asnjë parti politike nuk mund ta krijojë qeverinë e vetme. Nëse nuk do të ketë ndonjë lidhje të koalicionit pas zgjedhor ndërmjet partive politike, Mushkolaj parashikon blokadë politike. Nuk përjashtohet mundësia që të kemi blokadë, që të kemi domethënë një ngërshtëri politik, e nëse nuk gjendet zgjidhje, atëherë edhe zgjedhje të reja. Ndërsa drejtuesja e iniciativës Alternativa, që është në koalicion me LDK-n dhe AKR-n, Mimoza Kusari Lila, ka paralajmëruar se nëse LDK-ja do të lidh koalicion me PAN-in, Alternativa do ta prish koalicionin.